Ministria e Brendshme në Maqedoni ka zhvilluar një aksion në të cilin janë konfiskuar 27 ton marijuanë të lidhura me një rast të mëparshëm kontrabande drejt Serbisë. Hetimi është fokusuar në keqpërdorimin e licencave për kanabis mjekësor nga kompania Alfa Farm, duke hapur çështjen e mangësive sistemike në kontrollin e këtij sektori të biznesit. Aktivitetet u përqendruan në 2 lokacione kyçe në Shkup, në rrethinën e ish fabrikës Ohis, ku gjetën rreth 10 ton drogë të magazinuara në objekte të një firme private, dhe në rajonin e Strumicës, ku në një aksion paralel u konfiskuan edhe 18 ton të tjera marijuane. Ky aksion i koordinuar përfshin 10 automjete policore, kamion dhe njësi speciale në terren. Mbështetje logjistike ofroi edhe drejtoria e doganave, ndërsa ekipet mjekësore ishin të pranishme për asistencë gjatë përpunimit të materialeve. I pyetur për aksionin e policisë që ka rezultuar me sekuestrimin e tonelatave me marijuanë në Shkup dhe Strumicë, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se nuk është kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë se si kompanitë legale për prodhim të marijuanës mjekësore kanë arritur që ta nxjerrin drogën jashtë objekteve. Aliu tha se Ministria e Shëndetësisë ka dhënë 60 leje për këtë veprimtari, ndërsa 18 prej tyre janë marrë për shkak se kompanitë nuk i kanë plotësuar kushtet e nevojshme. Ministria e Shëndetësisë është ministria e cila jep lejet për prodhim të këtyre prodhimit të marijuanës. Ne deri tani kemi dhënë 60 leje, për atyre 18 janë marrë për shkak se nuk i kanë plotësuar kushtet minimale që duhet i ketë një prodhues i tillë. Gjithashtu në bazë të ligjit dhe të protokolleve, 2 herë në 6 muaj, dohon në çdo 3 muaj duhet të japin raport i rregullt, ndërsa raport nëse kanë ndonjë ndryshim do duhet jepet në kohë reale. Të gjithë dokumentet janë të pjesë e ministrisë dhe pjesë e arkivës tonë, pra ne gjithashtu ndjekim në aspekt të inspektoratit edhe në formë të rregullt si program vjetor, edhe si program ad hoc nëse do të ketë nevojë. Pjesa tjetër nuk është në ingerencë të ministrisë, por është në ingerencë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pra në pjesën tjetër ku janë kapur dhe pse kanë dalë jashtë objektit, nuk është pjesë e cila Ministria e Shëndetësisë duhet ta ndjekë edhe mund ta ndjekë. Nga ana tjetër, LSDM-ja opozitare përmes një kumtese për mediat thotë se ende nuk kanë përgjigje se si kaluan 5 ton drogë në kufirin e Maqedonisë dhe përfunduan në Serbi. Nga kjo parti thonë se është e qartë se pa mbështetjen e strukturave në qeveri, Ministrinë e Brendshme dhe doganat, është e pamundshme që 5 ton drogë të kontrabandohen përtej kufirit. LSDM ka ngritur alarmin prej ditësh për lidhjen midis strukturave kriminale në Maqedoni dhe Serbi. Qeveria hesht, ashtu siç hesht për fotografit e Mickoskit me kriminalin Sime. Tani qytetarët po shikojnë një fushat mediatike me sekuestrime kanabisi dhe përpjekje të qeverisë për të shpërqendruar nga pyetja kryesore, kush lejoi që 5 ton drogë të kalonin kufirin. Kjo është një farsë e madhe dhe nëse bëhet fjalë për kanabis të ligjshëm, atëherë mund të hapet një problem i ri. Cilat janë faktet? Baza ligjore për prodhimin e kanabisit mjekësor në Maqedoni u krijua nga VMRO DPMNE dhe Nikola Gruevski me ndryshimet në ligj më 9 shkurt 2016. Licenca e parë për kultivimin e kanabisit mjekësor në Maqedoni u lëshua në shkurt të vitit 2017 gjatë periudhës së VMRO-s, thonë nga LSDM. Në qendër të hetimit është kompania Alfa Farm SHPK Shkup, kompani e regjistruar në vitin 2023 me kapital themelor prej rreth 529.000 eurosh, megjithse firma posedonte licencë për kultivimin dhe përpunimin e bimeve për përdorim farmaceutik, të lëshuar në vitin 2024, hetuesit dyshojnë se sasi të mëdha të prodhimit kanë përfunduar në treg të zi. Në vend që të shpërndaheshin përmes kanaleve legale mjekësore, analiza e të dhënave nga regjistri qendror tregon ndryshime të dyshimta në strukturën pronësore të Alfa Farm, vetëm disa ditë para zbulimit të dërgesave ilegale në Serbinë fshinje. Më 29 janar të vitit 2026, pranë fshatit Konjut të Krushevcit në Serbi, u konfiskuan 5 ton marijuanë me vlerë të vlerësuar mes 7 dhe 10 milion eurosh. Droga ishte transportuar në maskën e eksportit të kastravecave, ndërsa mes të arrestuarve në Serbi ndodhet edhe një nga pronarët e Alfa Farm SHPK Shkup. Autoritetet dhe mediat serbe në Beograd konfirmuan se dërgesa kishte origjinë nga territori i Maqedonisë, çka nxiti një shkëmbim intensiv informacioni mes 2 shteteve përmes prokurorisë. Ky kanal tranziti kishte qenë objekti një hetimi disa mujor i cili kulmoi me zbulimin e magazinave në Shkup dhe Strumicë.